Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit të Gjithëmshirshmit, Mëshirbërësit. Fillimisht falenderojmë Zotin e Madh për të mirat që na i ka dhënë. Ne jemi tash në një muaj që është prej muajve më të veçantë të vitit, muaji më i mirë i vitit. E ky muaj si thirret muaji i Ramazanit. Para se ta fillojmë biseden për rëndësinë që e ka ky muaj madhështor, dëshiroj për ju dikush me na këndu një pjesë të Kuranit, sepse në këtë muaj ka zbrit edhe fjala e Zotit, Kurani, apo? Po. Kush për ju për na e fillon? Hajde drini kasmi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فيقيمون الصلاة فمما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك فما أنزل من قبلك فبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Shumë bukur. Atëherë, kush për jush po na tregon se çka është Ramazani? Urdhra Sadete. Shumë bukur. Kush din me në thanë se çka do të thot agjerim? Fiqo e ko kena fiqon? Përbarka ushqimit dhe gjërat që e prishin agjerimin nga agimi deri në perëndim të diellit do të thot agjerim. Shumë bukur. Shumë mirë. Po mirë. Kush din me na tregu dikush për jush? Kush është i obliguar të agjeroj këtë muaj madhështor? Hari, ko kena Harin? Hajde, Hari. Çdo musliman i rritur, i shëndoshtë dhe jaftë. Bukur, shumë mirë. Çdo musliman i rritur dhe i shëndoshtë është i obliguar që të agjeroj muajin e Ramazanit. E kur e fillojmë agjerimin çdo ditë? Kur e fillojmë? Hajde ta shohim Eminin. Agjerimi çdo ditë fillon në kohën e sabahut. Shumë bukur. Agjerimi çdo ditë fillon në kohën e sabahut ku leti msaku. Shumë bukur. E kur përfundon agjerimi? Agjerimi përfundon në perëndimin e diellit. Shumë mirë. Agjerimi përfundon me perëndimin e diellit. Mirë. Dona dikush më na tha një ilahi për Ramazan. Për Ramazan. Hajde ta shohim për Alba Mustafa. Erdhi Ramazani, gëzohu o birë, muaji mëshirës, muaji më i mirë, çka ndodhin këtë muaj, shpellën e hiras, Kurani për ndristur, ju shpa Mustafas, filloj amaneti, ligji më i mirë, ju shpa shpirtit pastër, zemrës më të lirë, shpellën e elsuar, çka ndodhi ati, mushën zemrat nun, bështyrja janë dritë. O Ramazani dashur, mirë se erdhe ti, mirë se të solli Zoti me plot dashuri. O Ramazani dashur, me mall kemi prit, dhe sot me lëtë këzimi gjithi kemi syt. O Ramazani dashur, mirë se erdhe ti, mirë se të solli Zoti me plot dashuri. O Ramazani dashur, me mall kemi prit, dhe sot me lëtë këzimi gjithi kemi syt. Erdhi libri jetës që jetën na mësoj, nga errësira madhe botën e shpëtoi. Ramazan Allahu Resulin dërgoi, në shqip përmban njerëzimi dhe botën e ndriçoi. O Ramazani dashur, mirë se erdhe ti, mirë se të solli Zoti me plot dashuri. O Ramazani dashur, me mall kemi prit, dhe sot me lot gëzimi gjithi kemi syt. O Ramazani dashur, mirë se erdhe ti, mirë se të solli Zoti me plot dashuri. O Ramazani dashur, me mall kemi prit, dhe sot me lot gëzimi gjithi kemi syt. Shumë bukur, lëmshi. Mirë.
Kush për ju është din me na tregu se me çka hahet është sunet që iftari? Kush e din? A bera din ti? Munesh? Hajt ta thuj, na thuj. Ulë. Na trego me çka është sunet të hahet iftari? Sevap që të fillohet iftari është me hurma dhe me ujë. Është me hurma dhe me me ujë. Mirë. E kush din me na tregu se çka është syfyri? Ku kena Linën? Lina, hajde ka dalë na trego ti. Çka është syfyri? Syfyri është ushqimi që hahet para sabahut. A është i rëndësishëm syfyri? Po se është bereqet dhe sunet. Është bereqet edhe është sunet. Është bereqet edhe sunet. Mirë, me na tha një hadith pejgamberi sa për lidhje me syfyrin. Kemi thënë se syfyri është i bereqetshëm. Kush din me na than? Erina, a ke mundësi ti me na tha një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam lidhje me syfyrin? Hani syfyr, sepse në syfyr ka bereqet. Allahu xhaleshanu ka thënë se sepse syfyri ka bereqet. Shumë bukur. Hani syfyr, se në syfyr ka bereqet. Dhe kjo është hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë. Kush na tregon për jush cili është obligimi më i madh i Ramazanit? Kush e din? Cili është obligimi më i madh i Ramazanit? Ku kemi Asien? Asia. A ke mundësi ti më na tregu? Obligimi më i madh i Ramazanit është agjerimi i ditëve të Ramazanit. Shumë bukur. Po çka e prish agjerimin? Agjerimin e pesh ushqimi, pije dhe vjedhja me qëllim. Shumë bukur, shumë bukur. Mirë. Mirë. Kush din me na tregu neve tash në Ramazan ne I falim edhe teravit, apo? Po çka janë këta teravit? Kush din me na tregu? Ku kena dizare? Hajde dizara fici. Namaz natë që falet në Ramazan pas jasis. Namaz I cili falet në Ramazan pas jacijet. Sa falim ne teravin gjatë Ramazanit? Zakonisht falen 20 rekate. Zakonisht falim 20 rekate, shumë bukur. Po mirë, pse është I veçantë ky Ramazani? Kush do më na tregu? Pse është I veçantë? Ku kemi xhanin? Çe ka dalë. Sepse në këtë muaj ka zbritur Kurani. Shumë bukur, shumë bukur. Në këtë muaj është I veçantë Ramazani, se në këtë muaj ka zbritur Kurani. E çka është Kurani? Kurani është libri I shenjtë I muslimanëve, fjala e Allahut. Mirë, shumë bukur. Cila është nata më me vlerë në Ramazan? Kush e din? Cila është nata më me vlerë në Ramazan? Kush e din? Hajta bere, na trego. Nata më me vlerë në Ramazan, cila është? Nata më e vlerëshme në muajin e Ramazanit është nata e Kadrit. Nata e Kadrit. Po kur është nata e Kadrit? Kush e din? Kush e din? Kur është nata e Kadrit? Reina a din? Hajde na trego Reina. Kur është nata e Kadrit? Në 10 netet e fundit të Ramazanit, sidomos netet tek. O sa bukur, në 10 netet e fundit të Ramazanit, sidomos në netet tek. Po mirë, po çka është në sadakaja, dini më na tregu? Se në Ramazan tash njerëzit japin edhe sadaka, ndihmojnë njerëzve. Dhënia e ndihmës për hir të Allahut. Dhënia e ndihmës për hir të Allahut. Mirë. Në Ramazan gjithashtu kemi edhe diçka që I thirret zakatul fitr. Çka është zakatul fitr? Kush e din më na tregu prej neve? Diarin, ku kena diarin? Ta shohim diarin. Hajde diar, na tregoje çka është zakatul fitr? Zakati I fitrit është sadaka që jepet para Bajramit për të pastruar agjerimin. Shumë dhe shumë bukur. Mirë. Pa mirë këtë sadakatul fitrin. E kush e jep sadakatul fitrin? Kush din më na tregu? Kush e jep? Si Hana, a mundet? Hajde si Hana. Ata që jep çdo musliman që ka mundësi. Çdo musliman që ka mundësi e jep sadakatul fitrin. Shumë bukur. No, kush nuk ka mundësi, ai nuk është I detyruar. Mirë. Po fëmit e vegjel a agjerojnë Ramazanin? Fëmit e vegjel. Prej djemve, hajtë ta shofim gjivatin të ndëgjom. Na tërgoh gjivat? Jo me obligim, por mësohen gradualisht. Jo me obligim, por se mirë është me agjeru kush ka mundësi. Mësohen gradualisht, fort bukur.
Mirë, Ramazani është një muaj i veçantë, jo si kurse mujt të tjerë. E në Ramazan, a në lejohet neve me rejt në do pak, me gënjyr? Kush e din? Ko kena rejnen? A lejohet me rejt në gjatë Ramazanit? Rejna mani, që ko kena? Rejna, bravo, Nurtović, urdhro. Jo, gënjeshta ish haram gjithmonë. O, sa bukur, jo, gënjeshta është haram, jo vetëm Ramazan, por dhe jashtë Ramazanit s'lejohet, shumë bukur Rejna. Rejna Murtović, mirë. Kush din me na tregu çka duhet të bëj agjeruesi përveç se mos ngërënjes? Djemë dona, hajde Kerimin ta shohim. Të ruaj gjuhën, sytë dhe sjelljen. Të ruaj gjuhën, sytë dhe sjelljen. Shumë bukur. Mirë. Në Ramazani shmirë me bë dhe lutje, apo? Me bë dhe dua, me ju lutë Zotit, apo? Mirë. Kush din me na tregu se çka është kjo duaja, lutja? Ko kena eren? Mundet dikush me na tregu lutja? Është që i drejtohet Allahut, apo? A pranohet lutja në Ramazan? Po, apo? Lutja pranohet në Ramazan. Edhe jashtë lutje, vesh me ju lutë Allahut sa ma shumë mirë. Kush din për jush me na tregu se çka është iftari? Çka është iftari? Arlinda, na ka ardhur Arlindja? Ku kemi Arlindën? Hajde Arlinda, na trego. Iftari është koha kur hapet agjerimi. Iftari është koha kur hapet agjerimi, shumë bukur. Mirë. Në fund të Ramazanit, çka festojmë? Prej djemve dona dikush. Erinin, ta shohim Erin Kurtin, urdhëro Erin. Në fund të Ramazanit festohet Bajrami i Fitrit. Mirë, Bajrami i Fitrit. Shumë bukur. Sa ditë zgjatën Ramazani kush e ka, kush e din për jush? Sa ditë? Omar, a thom të, a shofim Omarin njëherë? Ramazani, sa ditë Omar? Sa ditë i ka? 29 ose 30 ditë. O, sa bukur, Ramazani mund të ketë 29, ose mund të ketë edhe 30 ditë. 30 ditë. Mirë. A lejohet të flem shumë gjatë ditëve të Ramazanit? A lejohet të flem shumë gjatë ditëve të Ramazanit? Ha urdhëro Rini. Nuk është mirë të flem shumë gjatë ditëve të Ramazanit. Por në përgjithësi lejohet gjumi, por jo tanë dita me qenë gjumë, jo tanë dita me qenë gjumë, me fjetë tanë ditët. Shumë bukur, mirë. Cili është qëllimi i Ramazanit, kush e din? Qëllimi i Ramazanit. Ta shohim Xhivatin. Çka është qëllimi i Ramazanit, Xhivat, më trego? Të bëhemi më të devotshëm dhe më të mirë. Shumë bukur, të bëhemi më të devotshëm dhe më të mirë. Më të mirë, ky është qëllimi. E pse agjerojmë në Ramazan? Hajde lisin ta shohim, lisim se kemi pyet ande. Hajde lisi. Ne agjerojme sepse Allahu a ka bërë obligim. A ka hadith? Pejgamberi selam? Pejgamberi alayhis salam ka thënë se Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Shumë bukur. Këto janë kelime i shahadeti, Pa, falja e namazeve të caktuara, mirë. agjerimi i muajit Ramazanit, dhënia i zakatit Mirë. dhe kryerja e haxhit. Shumë bukur. Cili është shpërblimi i agjerimit? Cili është shpërblimi i agjerimit? Hajde Diar Iliazi. Shpërblimi i agjerimit është shumë i madh. Hadithi thot, çdo vepër e birit Ademit është për të, përveç agjerimit ai është për mua dhe unë shpërblej për të. Shumë bukur. A ka ndonjë vlerë të Allahu reagojë sa agjeruesit? Hajde Diar ta shohim. Po, është e dashur te Allahu. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, goja e xheruesit është më e mirë te Allahu se sa era e miskut. Shumë bukur, shumë mirë. Mirë. A ka derë të veçantë për agjeruesit në xhennet? Hajde të shohim si hanen. Po,
Dua ju quhet Rejan, hadith në xhenet është një dhe që quhet Rejan. Mirë, shumë bukur. A do na tash një ilahi përsëri dikush më na këndu. Hajde ju dyja. A ka mundsi diçka për Ramazan? Son të falet e ravia, e nashtohet dashuria, muslimanëve ju qeshtyra, zbute zemra nga mëshira. Son të falet e ravia, e nashtohet dashuria, muslimanëve ju qeshtyra, zbute zemra nga mëshira. Mirë se erdhe besim ton, Ramazani plot mëshirë, me iftare me syfyr, muaji që na bashkon. Mirë se erdhe besim ton, Ramazani plot mëshirë, me iftare me syfyr, muaji që na bashkon. Mirë se erdhe besim ton. Agjerimi të pastron, shpirt e zemër ti shëron, për Allah me ba një pun, shumë pi Zotit ta pagun. Agjerimi të pastron, shpirt e zemër ti shëron, për Allah me ba një pun, shumë Zotit ta pagun. Mirë se erdhe besim ton, Ramazani plot mëshirë, me iftare me syfyr, muaji që na bashkon. Mirë se erdhe besim ton, Ramazani plot mëshirë, me iftare me syfyr, muaji që na bashkon. Mirë se erdhe besim ton. Shumë bukur, mashallah, bukur. Dona dikush tash një lutje, dhe dua, kush për jush kishte me na thanë? Çfarë do lutje që duaje që din? Çfarë do që ke dëshirë? Hajde ta shohim Ammar Aliç. Tu e një dua cilën dushti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك خير كله نشكرك ولا نكفرك ونهله ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد وإليك نصلي ونسجد وإياك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملهك. Shumë bukur, shumë bukur. Mirë, lutjet e agjëruesit pranohen apo? Lutja e agjëruesit pranohet. Kush po na tregon a pranohet edhe më na tregon ndonjë hadith për të hajde urdhëro le arta? Po vëshërisht e iftar. Hadith si ka thënë Muhamedi alayhis salam, agjëruesi ka një lutje që nuk refuzohet të kohën e iftarit. Shumë bukur. Në hadithi agjëruesi ka një lutje që nuk i refuzohet gjatë kohës së iftarit. Po mirë, kur jemi agjërueshëm, a prishet nga harresa nëse ne ushqehemi? Kush e din për jush? Hajde Benjamin. A prish agjërimin harresa? Benjamin na trego? Jo, nëse pi ose ha nga harresa mund të vazhdojë agjërimi. Shumë bukur. Muhamedi alayhis salam në hadith thot, kush ha ose pi ose Nga harresa mund të vazhdohet agjërimi. Shumë bukur, shumë bukur. Shumë mirë. Kush din me na tregu neve, çka duhet bëj agjëruesi nëse dikush na thyen, na ranon me fjalë? Kush din me na tregu? Iman a din? Hajde. Të thot, unë jam agjërues. Hadith ka thënë pejgamberi alayhis salam, nëse dikush e fyen ose e sulmon, le të thot se unë jam agjërues. Shumë bukur. Nëse dikush na sulmon, na thot ndonjë fjalë, unë jam agjërues. Mirë. A e fal Allahu agjëruesin? A e fal Allahu agjëruesin? E dini gjitha pa? Hajde ta shohim tek Nera. Ne nëse kena pyet nëse zgaban. Hajde Nera. Po nëse agjëron me besim, pejgamberi alayhis salam ka thënë, kush agjëron në Ramazan me shpresë dhe besim për shpërblim, i falen mëkatet e mëparshme. Mashallah, shumë bukur, shumë bukur. Kush din me na tregu neve agjërimi kur agjëron Ramazanin? A na mbron nga
gjinahet nga mëkatet, a din? Ku kena Adenen? Adena dasharamin? Hajde Adena. Po, agjerimi është mburoj. Hadithin nga pejgamberi alayhis salam thotë që agjerimi është mburoj. Agjerimi është mburoj. Shumë saktë. Shumë vërtet. Mirë. Kush din për jush me na tregu a shton agjerimi devotshmërinë, takvan? A bëhet njeriu më i mirë kur agjeron? Hajde Tarini, ta shohim Tarinin. Tarin Saleh. Urdhëro. Po, agjerimi në mëson e vetë kontroll dhe bindje ndaj Allahut, siç është në një hadith, agjerimi është mburoj. Agjerimi është mburoj. Mirë. Mirë. Ashtë e lejueshme kur jemi agjërueshë, mi pastru dhamt me brush ose me një gjatë tjetër. Hajde Drini. Po, është i lejuar. Muhamedi alayhis salam ka thënë. Muhamedi alayhis salam ka thënë. Po të mos ishte rënd për umetin tim do t'i urdhëroja përmes vakparashtu namazi. shumë bukur. Po të mos ishte rënd nga ummeti jam, do të urdhëroja që para çdo namazit me pastru dhëmbët. Shumë bukur, shumë bukur. Mirë. A e largon agjërimi dëshirat, a i largon dëshirat të kësia, kush e din? Kerimin, a kemi këtu? Kerim. Po, ndihmon në kontrollin e pasioneve. Shumë bukur. Hadith. O ju të rinë, kush ka mundësi le të martohet, kush nuk ka le të agjeroj, se agjerimi është mbrojtje. Shumë bukur, shumë bukur. Mirë. Po mirë, në tregoni dikush me ushqy një agjërues. Me ushqy një agjërues. A ka shpërblim? Ko kena le artë ndona? Hajde le arta. Po ka shpërblim të madh. Ase hadithi ka thënë Muhamedi alayhis salam, kush i jep iftar një agjëruesi ka shpërblim si ai. Shumë bukur. Kush e ushqen një agjërues, ka shpërblim sikur sa që ka agjëruar. Po mirë, gjinahet në Ramazan falen apo nuk falen, edhe më na tregu me një hadith. Kush e din? Erina, po na tregon ti Erina Tula? Kush e agjeron Ramazanin me besim të plot dhe duke shpërblimin, Do t'i falen? do t'i falen mëkatet e mëparshme. Oh, sa bukur, sa bukur. Dhe me thanë, në Ramazan falen gjunahet edhe ta mandë shumë bukur me hadith. A do në tash edhe një ilahi për fund dikush kush kishte me na. Hajde ju të trija, mundi, imani, hajde një. Allahume ya Rabbi na fal neve o Perëndi. Allahume ya Rabbi na fal neve o Perëndi. Na jep mirat në këtë dynja, na hiret Zot na shpëto. Na jep mirat në këtë dynja, na hiret Zot na shpëto. Na fal neve babenon, fali gjithë këta besimtar. Na fal neve babenon, fali gjithë këta besimtar. Bëjmë ibadet pa jandar, na prano Zot këtë dua. Bëjmë ibadet pa jandar, na prano Zot këtë dua. Na bën jetën të begashme, edhe vdekjen të rehashme. Na bën jetën të rehashme, edhe vdekjen të rehashme. Na me shpirtin me iman, besimtar ne jemi kan. Na me shpirtin me iman, besimtar ne jemi kan. Shahadetin na me than, fjalla mrap Zot kjo me than. Shahadetin na me than, fjalla mrap Zot kjo me than. Natën e varrit na ndihmos, sa malet gjefap me dhan. Natën e varrit na ndihmos, sa malet gjefap
vap me dhan. Ashtu tujt kaj me atë havi me lekcuale bajn. Ashtu tujt kaj me atë havi me lekcuale bajn. Munkir nekir emrin e kanë, dridhe toka kur veprojnë. Munkir nekir emrin e kanë, dridhe toka kur veprojnë. Pysin kush është Zoti yt, kibla jote dhe dini jot. Pysin kush është Zoti yt, kibla jote dhe dini jot. Ditë më shërri shumë e vështirë, na ndihmo Zoti atë ditë. Ditë më shërri shumë e vështirë, na ndihmo Zoti atë ditë. Allahu me dhul gjelal, para teje kena me dal. Allahu me dhul gjelal, para teje kena me dal. Allahu me ja rahmet, na buzo Zot në Islam. Allahu me ja rahmet, na udhzo Zot në Islam. Shumë bukur. Në muajin e Ramazanit kemi thënë se falet edhe një namaz i veçantë që është i njohur, thirret namazi i teravive, apo? Po. Mirë. Namazin e teravive, nëse e fali me imam, me hoç deri në fund, a ka shpërblim shumë? Kush e din sa është shpërblimi? Hajde, urdhëro kani pulti. Shpërblimi i faljes së namazit të teravive me imam llogaritet a thu se i falur ta natën namaz vullnetar. Of, sa bukur, sa mirë. Dhe me thënë, namazi i teravive, nëse falet me imam deri në fund, llogaritet a thu se i shfal ta natën ka bë ibadet. Lusim Zotin e Madh që Allahu më na mundësu që në këtë muaj madhështor të punojmë sa më shumë vepra të mira, sa më shumë punë të mira. Lusim Zotin e Madh që Allahu më na fal neve, më na fal prindrit tonë, më na fal krejt ummetin e Muhamedit alayhi salam. Zoti ju shpërbleft të gjithëve dhe Zoti na fal të gjithëve. Dhe lutja fundit e jona është Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në përkëtim do thot paqja, mëshira, mënyrat e Zotit qofshin mbi të gjithë ju. Kjo është lutja, apo?